Anatomia e revolucionit, bazuar në veprën 13 të Mike Barlett në regji të Butrin të Pashës, është shfaqja që do t'jepet para publikut gjatë ditës së nesërme nga Teatri i Tetovës. Kjo shfaqje do të jepet më 10, 11 dhe 12 qershor në Tetov me fillim në ora 20. Do bëjmë të pamundurën që të arrijmë kushtet optimale për ta ndjekë njerëzit premierën dhe 2 reprizat radhazi. Mendoj se kushtet që gjendet teatri në Pallatin e Kulturës janë ato që janë dhe që i kemi diskutuar gjithmonë, do me thonë edhe publikun e kemi lodhur me të njëjtat probleme, me të njëjtë të secili pres. Po unë kam ndjek provën e mbrëmshme dhe mendoj se kushtet janë optimale për ta ndjek publiku shfaqjen dhe për ta shijuar. Regjisori Butrin të Pasha thotë se shfaqja flet për revolucionin dhe ka një numër të madh aktorësh dhe ai besoi se do të përcillet mesazh i duhur tek publiku. Kënaqësi e veçantë me qenë në Tetov dhe me punu një projekt goxha ambicioz me ansamblin e këtij teatri, edhe po shpresoj që mesazhin që kemi pas për qëllim me përçu përmes kësaj shfaqje, audienca e pranishme në këto në premierë dhe në ditët e para të reprizave të shfaqjes, do ta ndjejnë, do ta kuptojnë dhe do të mund të bëhet pjesë e jetës së tyre të përditshme, nga se shfaqja flet për revolucion, flet për nevojën për ndryshim, flet për veprimin si ndodhi, jo vetëm si gjest. Kështu që jeni të mirëseardhur me ardhmë me përcjell punën tonë. Për shkak të interesimit të madh dhe numrit të kufizuar të ulseve, sepse shfaqja është kamertale, njoftohet se tashmë janë në shitje biletat dhe për datën 11 dhe 12 qershor.